ma urt, menën pak ma poshtë. Kur ta shini babën, veç një përshëndetje kam qef me ma bo, tjetër kur gjë. Tu i ndarësëm, veç të më thirë, a i veç ka ndru jetë në ata momente, unë ishe me të panë edhe më karë diqysh si për masë që për më prek dikushi. Se ka bova kia që e kanë thirë, i kanë thonë po me valin, po vali, ndoshta edhe kanë marrë ka parë në emërtimin, kanë thirë dasmort ku je, sana unë se kom ditë që për ndodhët, në të lovinë për dasmë në përsene. Përshëndetje me që të Kurora TV. Nashta veç të i pa këto instrumente, mundeni me ditë edhe mundeni me marrë me menë se kanë e kam të ftu mësot. Të ftu me kanë, të pangjin ma të famshëm, ma viral të momentit i cili quhet Vald Bajrami. Përshëndetje, Val. Përshëndetje. Kështu me thonë drejt instrumentën të tua janë bu ma të famshëm se do politikan kuvend. Po qashtu për shifët. Vala, mundesh më tregu qysh ja fillove të më marrë me tupana, me bo show me tupana? Fillimi ishte në shkollë, kur shkojshëm. Më ngojshë në shkollë dhe hoqëshëm më mëngjes me babajn, edhe kishëm qef gjithmonë me shku më darsëm. Kur shkojshëm më darsëm, thëshin kretë për shamë gëzim le djalin. Normal më kanë dhonë edhe ato vullnet, edhe unë ishëm shumë marakli, si që shëshini edhe në këtë ditë. Do me thonë, e ki trashëgume? Trashëgimi e kemi shumë prej moti. Po, nga kush e ki trashëgume shumë? Nga cili pjesëtari familjes? Nga babaj. Okej, a ka qenë edhe e ka që të pangjih hara shumë si qenë edhe jo? Shumë, ekstrem. A i ki trashëgu diçka tjetër babit përveç me këtë zanatin po normal, edhe teknikën që e ka pasaj. Për shemëll, kur vazhdojmë 7-8 saat pa e nalë, teknikën e ti e përdori. Po. Që ato e kom teknikën e ti, që di me pushu, di me vazhdu, di me gjitha. Po, a e mon me në herën e parë, kur ke performu me tupan? Herën e parë, po, më kujtohet. Qysh u kanë hera parë? Hera e parë u konë ishën në Brezna. Okej. Në shatin Brezna, rajonin të Topojës, që aty e kom marrë për moment herën e parë të panin në krah. Me gjithë dasmor, të këtësye, të i ra. E çfarë ndjesi u kam për ty tu e di që ndashta edhe shkollën e kilon pak mbrapa për më marrë me këtë zanat? Se di, e kom ndje gjithmonë me shpirt, me gjithë zemër. Po, a esha vetëm me naj zanat tjetër përveç? Ja. E kom këtë e kom gjithë shka. Okej, po du tash me të pyta dhe a sa njën krenar familja jote kur shojnë të performu me të panë? Shumë jom krenar me këtë punën që e bëj. Kom dhe shokja rani shumë tepër. Jom gjithë krenar janë me këtë punën që e bëj. Po cila komenti ma i mirë dhe ma i shpesh që e merë nga përdarësme nga personetia? Po ta shka është të lifar fjale. Se di... Po cili kompliment po të më përmbush ty? Ku jo babaj të panit. Babaj të pana. Okej, episodit do me thonë ty mos me të shujt val, po me thirë babaj të panit. Po tash, në këti, po pëllata që shtë thotë. Okej, apo është e latëshme sezona për juve së ta shpedimi që jenë nga këno normal me men. Okej. Se ka shumë dasma, se cili ka qef më konë unë prezent aty në dasmë, po këtë dasmë së një mrej, se unë një gjalla strejtit. E kam edhe gjithë stafin për mas. Po? Për së një mrej këtë gjitha dasme, se këtë kanë qef më konë prezent aty me të panë, por... Po. E tash po du me të pytë se na e dim se edhe këngëtarët, edhe të pangjit, edhe valtarët, ko gjë bakshishë në zërni në përdarësme në përsinetia. Po tash... Cili u kanë bakshishë ma i madhë? Po normal tash në... Qa me thonë? 3-4 mi... 3-4 euro bakshishë? Po. Apo mund është mi arë Gjulet? Qësë mund është një mujnë? Jo thiri, me ka problem. Kështu apo një është i vlerësum mirë kur po të lojnë bakshishe, se normal është një i vlerësim, se nuk është një natë të dhikë një bakshish, po... Normal, ajo të une nuk shifët për momentin, ajo është e fundit të une. Po. Pat, unë jam i njejti. Unë mas pare e bëj qifit vetë-vetës edhe dasmort mas nej. Po. Qështu e kom, nuk do me thonë për shemë ka pare mira, s'ka pare mis mira, nuk është ajo, nuk e interesant. Po, atë ka ndodhë në i moment që
ke dështu tu përformu me tupan? Jo, asnjëherë. Gjithku ku kom shku, kom kalu mirë. Okej. I kum një edhe disa lafe për juve. Po të kopjojnë pak. Kopje ka kopje shumë. Në rrethinën e prizrenit, dhe me thonë. Edhe gjithë bota ka një sistem timin. Nuk jom kontrazi, por ai dasmori, për shembull, që don për shembull tjetër të pangji, ai e don për në aspektin atë që ka të vetën, për shembull, se ka plot. Ama unë e kom sistemin tem, për shembull. Muj me kopju, për shembull, babës tem, edhe temë që e kom qitë. Normal, këtë zanat kopjohet baba. Për shembull, kur ta përdori tramën e babës tem, ata e din edhe thënë, apo djale ka me dal. Ama ata tjertë kur për kopjojnë, diqysh tash së mbuna unë baba e tyve pa u konë. Po. Që kjo është. Po, edhe ma e çuditshme që më erdhër se po bon disa rezervime në emrin tënd, na Po, shtatë një më ka gabim. bova kja, po. Më kanë thirë njerëzit në emër temin që kanë zonë, darsma. Por, i kishna bo thirrje që numrin e kom TikTok, Vali Bajrami, në Instagram, në Facebook, se ka bova kja që e kanë thirë, kanë thonë po me Valin, po Vali, ndoshta edhe kanë marrë ka parë në emërtimin, kanë thirë dasmort ku je, sana unë se kom ditë që po ndodhët, në të lovinë në për dasmë në për sene. E që kjo? Pa të ka ndodhë nëjë problem, tu e marrë parasysh se ka gjë serioze? Jo, kam pas probleme se ne ato që e kanë rrejt. Ka kush mirët me këtë punë. Okej, do me thonë, ka shku rasti edhe në gjykat, besoj? Po, ja normal, po. Okej, mirën institucionet përgjegjëse për ta, besoj? Po, ja normal. E po du me të pytë tash kur po isha që po të kopjojnë? Për mua është shumë mirë. A shumë mirë për ty? Për mua është shumë mirë. Pa po të keshët, pak se nashta së të kopjojnë bashkë mirë. Po, normal tash këtë asi, të paktën, okej, është shumë mirë për mua, ama së di që me thonë. Po, na vale dim që kur të bim diçka në risi në Kosovë, njerë shumica kanë me na shoh. Normal, unë besoj edhe ti ke pas disa komente negative. Kritika shumë kom pas në fillim. Po. Tash që ato që më kanë folë keq, ato jonë këthy keq nga ona ime. Veç dy fjallë për ata që të kopjojnë. I kishtë në thonë që vazhdoni, kopjoni babat e juve për shembull, jo Valin, dhe ju kishtë në lutë pak ma ullët, menën pak ma poshtë. Kur ta shini babën, veç një përshëndetje kom qep ma po, tjetër kur gjë. Çfarë lloj përshëndetje po do me ta bo ty? Përshëndetje baba i Tupanit. Përshëndetje baba i Tupana, mos harroni. Përshëndetje baba i Tupana. Po du mu lidh pak të kjo pjesa e trashëgimisë. Okej. Më tha që e ki trashëgu për babës sënë. A të ka mësua i prej fillim eftua që është me maj Tupanin, që është luhet me Tupan? Normal jo, po ku jem konë gabim veç më ka këqyrë njerë, se kërët më ka këqyrë e diqysh kom pat. Tut edhe kom ditë që jam gabim t'i kom. Edhe kom përmësu që aty për që aty. Se theke Zotit i ka dhonë syte, veshte, durt, së një prej unë të mjatë me t'i dhonë. Po. Që kjo. E cila ka qenë këshilla ma e mirë që ta ka dhonë babi, se përshoj që ke qenë shumë i lidur? Këshilla ma e mirë, veç mu sjell me njerëzit mirë. Normal, lollësia e qonë ndoshta pak nervozën, aty do të me bo sabër, dhe menjen kur të nalë pës me majtë. Me gjithë mu konë mirë. Okej. E cila është nota ma e paharrushme që më banë menti si Tupangji? Cili rast? Nata, ka shumë nata. Për menda në një? Për nata u konë që kemi paskalu kështu për shumë haje pije, u konë të lindje. Okej. U konë të në Sloveni. Okej. Të Adem Saramati, i përshëndes nga zemra, aty kemi paskalu shumë te për mirë. Që shkalu, qka po manë mendi, qka se... Kemi kalu për shumë haje pije, keshje normal, edhe në kanë qitë bakshishe. Okej. Në kanë Kështu respektu do me jashtë thonë masës. edhe jashtë Kosovës keni termine? Po. Në cilin vend ma shumë në Evropë shkani për me promovu? Në Gjermani normal, në Zvicër, në Austri. E ku po kaloni ma mira në Kosova jashtë vendit? Për muni ma rahat, për shumë ku i njo jashtë në Evropë,
Okej, ama për më një më rahat është Kosovë, për shembull. Është njerëzimi, është rrethi, është. Po. Ja. Tash çdo njeri kur të kalon prej një personi që nuk e njohin shumë, kur kalon me një person famshëm, siç jeni edhe jo për momentin, a mundesh më na tregu pak çfarë ndjesi u kon atë kanal njerëz me bo foto me ty në rrugë? Po, çdo vend kush. E çfarë ndjesi u kon me të nal, dikush me thonë val baba i tupona, ma bëni foto me ty. Tepër mirë është një kënaqësi, edhe respekt është e dashni. Po në fillimet e tua, qysh i ke menaxhu këtë faktin e famës? Hajde një foto i këshyshëm, të ishë, okej, hajde, të bëjmë. Veç kërë shisha foto. Po, e cila mosh ma shumë po të adhurojnë kështë? Gjithë moshe. Gjitha moshe? Po. Valentina i të regove momentet e gëzushme që kalu mirëna për nejat që i ke pas, po du me të pyt pak cila ka qenë sfida ma e madhe për juve gjatë karrierës si të Pangji? Sfida që s'mi mero, ishim deri në 3 në Darsën, në Mramje, edhe kemi net deri në 5. Ish babaj, im, Gzim Bajrami. Jemi qunë më nëgjesë në 7:30 për me shku në Darsën. Dhe unë të shku në Darsën ma ive që ka kap sulmi. Edhe të shku në Darsën, kemi hi nërmal të hi në Darsën. Veç të më thirë, a i veç ka ndru jetë në ata momente. Unë ishe me të panë edhe më karë diqysh si për masë që për më prek dikushi. Se gjithmonë ma bëj kemë si jep gjithmonë shumë të në herë. Edhe kur këm marrë të shpi jam, kanë pru me pak të rajtë të bo, qka kima së me madhëm përgjigjen në Darsën. Veç këm ka thirë shoku të kajtë sen edhe këm di që ka ndru jetë. Ata momente s'moj kur mjero. A ka ndodhë në sezon vdekja e babaj? Të hi në sezon. Po atë ka bo... 22 korrekt. Atë ka bo kjo pak mustet në karrierë? Pa e shumica dikush se di që me thonë, kanë menu që unë e kom me ra, po në qatë vit jëm shumë me shumë jem ngritë. Qaj viti ju konë që unë jem ngritë që jam sot dhe këtu. Qysh mujshet e me vazhdu pa babajnë në ndjerë? Se në tregove që keni, gjdo naj e keni bo bashkë. Po. Tash pa babajnë që shtu doke? Shumë u konë munges, tepër munges e madhe u konë. Por zemër e din që shumë konë ata momente, por gjithmonë jëm konë i posqeshur, kom i ndarësëm, kom kesh njerit, kom vazhduhe, mira, ala ma mirë se u disht mira i kom ra, shka ki që mësë me aprish disponimin edhe aty. Po, do me thonë nuk i ki ndërprej tërminet që i ke pas gjatë sezonës? Jo, asnjerë jëm konë tretat kër jëm bo, që i thëmë na tretat dit, jëm vesh normal, kom shku ndarësëm, kom kam pa ndarësëm jënë që dit, ma ka ne këtu panin pikrajt, kanë thëmë të shko se i ki tretat. Po, po si hastret i familjes, edhe tash pas vdekjes së babait, si krye familjar, që shmujte me menaxhu situatën, edhe me në qëndru i furë në sezona dhe në krye familjes? Gjitha veti ku majtë. Gjitha veti ku majtë. Me familje që më gara për shumë shpia për më kërë që thajnë. Me shok, me dasmor, me kretat. E kush kem mbështetja ma e madhe gjatë kësaj periudës që e ke kalu? Mbështetja u kom vetja mas shumë ti. Okej. Po, s'kom prit se këtë, i kom familje me këtë zanatin, se kom ngarku kërkone, më thyshin qyshja e mirë me sabër normal, edhe që kjo. Okej. Qysh e kujtan babajnë ta ndjerë? Qëfar personi? A mund është me na përshkru se po vresh e adhuron shumë? Shka me thonë, ekstrem nuk e ditë, shalala e ka shpërblim me gjenet. Me i ma fel nuk mujësës. Okej. Okej, të kalojna pak prej kësaj temës ndjeshme. Shpresojmë që veç në paraj së është babajit i ndjerë. Inshallah, falem. Edhe shpresoj që jetë bo krenar me këto arritjet e juve. Gjithmonë e kom bo me ndimin që veç emre ti mësë më urzo. Gjithmonë tash do punë që po e banë është... Ka ti shka të dalëshëm prej zran, dyrqelt janë në emër të ati. Okej. Tash po du me të pytë të kalojnë atë një tim tjetër, atë ka ndodhë mësë mu pagu me nëjnot? Jo. Në fakt,
Ato që s'kam për shembull, ngushton edhe me më thirr. E a ke shku naj natë kështu Bjerë- dikon me naj me naj darës me për qef dhurat me abo... Po, më kanë thirr për shembull kom shku. Ose që nuk i kanë mundësit, unë jam i pari aty. Okej, shumë mirë. Ushtofshin njerë si jo. Amin, inshallah, dhe gjithmonë edhe s'di sa herë për shembull për bjem me përmen, edhe kamerja kom siguru dhe gjitha sene, kom shku. Por kom kalu ma mirë se diku tjetër, si në quket katunin e malë. Ushtofshin njerë si jo që thash edhe ma inshallah. herët. Faleminderit shumë. A vazhdojmë të pjesa e performancës, edhe ta shumë se qëfar talenti, në fakt ne e dim se qëfar talenti, po pse mos me pas edhe na valin të na performu me Tupan, se veç këtë me djeg lojen. Faleminderit. Ja.